15 qytetet më të pastra në botë. Në një botë ku urbanizimi po rritet çdo ditë, të gjesh një qytet që ruan pastërtinë, ajrin e pastër dhe një mjedis të shëndetshëm është një luks. Por disa qytete jo vetëm që e kanë arritur këtë, por e kanë kthyer në mënyrë jetese. Në këtë udhëtim do të shkojmë nga kontinenti në kontinent për të zbuluar 15 qytetet më të pastra në botë. Ato ku natyra bashkëjeton me teknologjinë dhe qytetarët janë aleat të mjedisit. Vendi 15, Ljubljana, Sloveni. Kryeqyteti i Slovenisë është një perlë e gjelbër në zemër të Evropës. Ljubljana është ndër qytetet më të përkushtuara ndaj mjedisit. Qendra është pa makina dhe qyteti ka investuar shumë në transportin publik, bicikleta dhe riciklim. Nuk është rastësi që është shpallur kryeqyteti evropian i gjelbër në vitin 2016. Vendi 14, Reykjavik, Island. Reykjaviku është jo vetëm kryeqyteti më verior në botë, por edhe një nga më të pastërtit. Ajri këtu është i kristalt, fal burimeve gjeotermale që përdoren për energji dhe ngrohje, dhe një popullsie që ka një ndërgjegje të lartë ekologjike. Natyrë, teknologji dhe ndërgjegjësi mjedisor në një përzierje të rrallë. Vendi 13, Helsinki, Finland. Finlanda njihet për cilësinë e lartë të jetës dhe Helsinki është shembulli ideal. Qyteti është i rrethuar nga pyje, liçene dhe ajër i pastër. Infrastruktura moderne, menaxhimi i mbetjeve dhe qasja proaktive ndaj energjive të rinovueshme e bëjnë këtë qytet një model për qytetet e së ardhmes. Vendi 12, Hamburg, Gjermani. Hamburg ka një kombinim të jashtëzakonshëm të teknologjisë dhe natyrës. Ai ka hapësira të mëdha të gjelbra, një sistem të avancuar riciklimi dhe është lider në energji të gjelbër në Gjermani. Në vend që të zgjerohet me beton, qyteti po i kthehet gjithnjë e më shumë gjelbërimit urban. Vendi 11, Adelaide, Australi. Ky qytet në jug të Australisë është një kampion i energjive të rinovueshme dhe menaxhimit të mbetjeve. Adelaide është gjithashtu një nga qytetet më të qeta dhe më të organizuara në botë, me përkushtim ndaj hapësirave publike dhe biodiversitetit urban. Këtu, pastërtia është pjesë e përditshmërisë. Vendi 10, Amsterdam, Holand. Amsterdam është i njohur për bicikletat, por pas pasionit për pedalim, qëndron një filozofi e tërë për një jetë të pastër. Qyteti ka zero tolerancë për ndotjen dhe është ndër më inovativët në Evropë për sa i përket qëndrueshmërisë urbane. Ajri është i freskët, kanalet janë të pastra dhe çdo cep është i menduar. Vendi 9, Calgary, Kanada. Ky qytet kanadez është vlerësuar si një nga qytetet më të pastra në botë për shumë vite. Me sistem të shkëlqyer për menaxhimin e mbetjeve, infrastrukturë moderne dhe ajër të pastër, Calgary është një shembull se si edhe qytetet e mëdha mund të jenë të pastra dhe të shëndetshme. Vendi 8, Stockholm, Suedi. Nëse do kërkoje një përkufizim për jetesë të qëndrueshme, do gjeje Stockholmin. Qyteti përdor 100% energji të rinovueshme për transport publik, ndërsa 80% e mbetjeve riciklohen. Qyteti është plot me parqe, liçene dhe hapësira për ecje, gjithçka e rregulluar për të qenë në harmoni me natyrën. Vendi 7, Singapore. Një metropol i supermodernizuar, Singapore është gjithashtu një nga qytetet më të pastra. Me ligje të rrepta kundër ndotjes dhe zakoneve të papërshtatshme, si hedhja e mbeturinave, qyteti është i famshëm për pastërtinë e rrugëve dhe hapësirave publike. Qyteti i Kopshtit është një shembull i përkryer i disiplinës urbane.
Vendi 6, Tokyo, Japoni. Me gjithë përmasat gjigande të tij, Tokyo është një nga qytetet më të pastra në botë. Banorët kanë një kulturë të thellë respekti për hapësirën publike dhe riciklimi është pjesë e pandashme e jetës. Rrugët janë të pastra, ajri është i mirëmbajtur dhe gjithçka funksionon me efikasitet të jashtëzakonshëm. Vendi 5, Vjenë, Austri. Vjena kombinon klasin e saj të vjetër me praktika moderne të gjelbra. Qyteti ka një rrjet të fortë të riciklimit, ajër të pastër dhe një sistem transporti që redukton ndjeshmëndotjen. E shpallur shpesh si një ndër qytetet me cilësinë më të mirë të jetës në botë, Vjena e justifikon këtë status çdo ditë. Vendi 4, Zürich, Zvicër. Ashtu si orët zvicerane, edhe pastërtia në Zürich është precize. Rrugët, liçenet, transporti publik, gjithçka është i pastër si kristali. Riciklimi është një art i rafinuar në këtë qytet dhe qytetarët kanë një ndjenjë përgjegjësie që do e dëshiroje në çdo vend tjetër. Vendi 3, Munich, Gjermani. Një tjetër qytet gjerman në listë, Munich kombinon teknologjinë moderne me një ndërgjegje të thellë ekologjike. Qyteti është i njohur për sistemin e tij efikas të mbetjeve, parqet e shumta dhe kulturën urbane të orientuar drejt pastërtisë. Jetesa këtu është shembull për qytetet evropiane. Vendi 2, Wellington, Zeland e Re. Wellington është kryeqyteti më ekologjik i Oqeanisë. I rrethuar nga natyrë e paprekur, ky qytet është një udhëheqës në energji të pastër dhe ruajtje të biodiversitetit. Qytetarët janë jashtëzakonisht të vetëdijshëm për mjedisin dhe investimet publike kanë ndërtuar një qytet që është model i pastërtisë. Vendi i parë, Kopenhagen, Danimark. Qyteti më i pastër në botë, Kopenhagen, me një plan të qartë për të qenë qyteti i parë karbon neutral deri në vitin 2025, Kopenhagen nuk është thjesht i pastër, është revolucionar. Rrugë të dedikuara për biçikleta, ndërtesa me energji të qëndrueshme dhe ajër që ndjehet si mal. Ky qytet është shembull i përkryer se si duket e ardhmja. Pastërtia nuk është luks, është përkushtim. Qytetet që pam nuk janë perfekte, por kanë një të përbashkët të fuqishme. Vizionin për një të ardhme të qëndrueshme. Pastërtia nuk është rezultat rastësor, është produkt i disiplinës, edukimit, investimeve dhe dashurisë për vendin ku jeton. Nëse këto qytete mundën, mundemi edhe ne. Sepse në fund të fundit, një qytet i pastër nuk fillon nga teknologjia, por nga zakoni i përditshëm i çdo qytetari.